dhe aktivitetesh kulturore në Shkup. Një qerek shekulli pas nënshkrimit, marrëveshja e Ohrit vazhdon të mbetet një nga momentet më të rëndësishme politike në historinë e Maqedonisë së Veriut. E lindur nga nevoja për t'i dhënë fund konfliktit të vitit 2001, ajo solli ndryshime të rëndësishme në të drejtat, përfaqësimin dhe përdorimin e gjuhës shqipe në vend. Në motën 25 dhe përtej, 25 vjetori marrëveshjes Kornisë të Ohrit po shënohet me një sër panelesh, debatesh dhe aktivitetesh kulturore. Manifestimi organizohet në patronatin e Ministrisë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe Ministrit Agon Ferati, me synimin që ky përvjetor të mos mbetet vetëm një moment për kujtimi, por të shërbejë edhe si hapësirë për reflektim mbi të arriturat, sfidat e mbetura dhe vizionin për të ardhmen. Ferati tha se Maqedonia e Veriut ka kapacitet për të zgjidhur vetë problemet e saj. Qëllimi parësor i kësaj është që ne të japim një mesazh shumë të qartë që Maqedonia e Veriut ka kapacitete të mjaftueshme të ulet vetë, të diskutoj dhe të zgjidhë problemet e saj, duke mos pritur gjithmonë nga faktorë të ndryshëm të jashtëm të vinë dhe të ofrojnë zgjidhje. Panelistët diskutuan për rëndësinë e marrëveshjes në zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë, marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve, të arriturat e 25 viteve të fundit, si dhe sfidat që mbeten në rrugën drejt integrimit evropian. Në fokus të debatit janë edhe pyetjet se çfarë ka ndryshuar gjatë këtyre 25 viteve, të cilat prej synimeve të marrëveshjes janë përmbushur dhe çfarë ende mbetet për tu realizuar. Manifestimi për shënimin e 25 vjetorit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit do të mbahet për 2 ditë, me 12 dhe 13 gusht në Shkup. Në këtë ngjarje pritet të marrin pjesë personalitete të njohura nga Maqedonia e Veriut dhe rajoni. Shtatori në